Në rregull. Le ta zbërthejmë pak të temën i sotme. Mirë se vini në këtë analizë të thellë ku kemi një mision goxha specifik. Dhe do të flasim për fuqinë e qytetarisë aktive dhe raportimin qytetar. Si e mirë se erdhe. Përshëndetje. Faleminderit për ftesën. Jam vërtet e lumtur që po e bëjmë këtë bisedë sot. Them të drejtën, ne të gjithë jemi përballur me ato situata të përditshme. Për shembull, sheh një kuti qumshti të skaduar të lënë në raftin e supermarketit, ose do të thënë një grop të rrezikshme në rrugë që të gjithë mundohen ta shmangin çdo mëngjes. Po, fiks, ato gjërat e vogla që në dukje duken thjesht bezdisje. Pikërisht, ose ndoshta shkon në një sportel shteti dhe në punësi të flet me një arrogancë të papar. Dhe çfarë bëjmë ne zakonisht? Ankohemi nëpër kafene, e bisedojmë në shtëpi gjatë darkës dhe pastaj thjesht e harrojmë. E vërtet, e lëm aq. Sepse ekziston kjo mendësi epidemike që thot do ta rregulloj dikush tjetër, ose akoma më keq të flasësh nuk ka asnjë efekt. Por burimet tona sot na japin një tablo krejt tjetër, një tablo transformuese. Sakt. Ato tregojnë se qytetari nuk duhet të jetë absolutisht një spektator pasiv nëse duam një shtet që funksionon. Dhe për ta kuptuar këtë, unë doja të përdorja një analogji që më duk shumë interesante. Nëse mendojmë shoqërinë fikse si një trup njerëzor, dhimbja ose ai shqetësimi që ndjejmë është në fakt një sinjal jetik. Interesante, po. Pra, nëse qelizat që jemi ne, qytetarët, nuk i dërgojnë sinjale trurit që janë institucionet se diçka po dhem diku, trupi fizikisht nuk mund të shërohet. Kjo ngrej një pyetje shumë të rëndësishme, domethënë rreth asaj se si funksionon vetë sistemi. Heshtja është pikërisht ajo që e lejon problemin të përkeqësohet. Tamam, nëse ti nuk ndjen dhimbje, ti e lë plagën aty derisa ti infektohet plotësisht. Pikërisht. Dhe në rrafshin social apo institucional, si mund të presim ne që institucionet të zgjidhin problema për të cilat as nuk janë në dijenje? Ne shpesh kemi këtë iluzionin e shtetit të plot fuqishëm, sikur është një sy magjik që sheh çdo cep. Dhe realiteti është që nuk janë ashtu. Ata janë thjesht njerëz në përzyra me buxhete dhe kapacitete të kufizuara. Kjo është e gjitha. Institucionet nuk mund të jenë fizikisht kudo, në çdo rrugicë apo në çdo sportel në të njëjtën kohë. Ata mbështeten tërësisht te qytetarët për të funksionuar si sytë dhe veshët e tyre. Këtu ka një pikë që dua ta kap, sepse është shumë e përhapur. Ka një perceptim, si të them, njerëzit mendojnë se nëse raportojnë një punonjës shteti problematik për shembull, po sulmojnë shtetin. Po, e dëgjoj shumë shpesh këtë. Si ndodh kjo? Nëse burimet theksojnë se raportimi ndihmon institucionet, pse mendësia e përgjithshme është që denoncimi është një lloj lufte kundër institucionit? Ajo që është magje pse këtu, është si ky burim e përmbys plotësisht këtë ide. Mendësia që raportimi është sulm vjen nga një konfuzion i vjetër kulturor. Si kështu? Domethënë, ne barazojmë individin atë në punonsin konkret me vetë shtetin, por nuk janë e njëjta gjë. Institucioni mbrohet kur pastrohet nga njerëzit që sillen keq, nga ata që janë fyes ose të korruptuar. Pra, nëse unë hesht për atë në punonsin arrogant, unë nuk po mbroj shtetin, unë po mbroj atë abuzuesin. Eksaktësisht. Dhe një qytetar aktiv është në fakt aleati më i madh i një institucioni të ndershëm, sepse raportimi krijon një mekanizëm llogaridhënieje, i detyron ata struktura të brendshme të veprojnë dhe të përmirësojnë standardin e shërbimit. Kjo e bën shumë më të qartë pjesën e atij zinxhirit të përgjegjësisë dhe kjo lidhet shumë me diçka që të gjithë ne e kuptojmë, efektin që kanë veprimet e vogla. Efektin flutur mund ta quajmë. Po, patjetër, shembujt e vegjël shpesh kanë impaktin më të madh. Sepse këtu bëhet vërtet interesante. Le të kthehemi te ajo kutia e qumshtit skaduar që përmendëm në fillim. Ne thellë e shohim atë thjesht si një pakujdesi të një punëtori marketi. Ose mendojmë, po, nuk e bleva unë, shpëtova. Fiks, por në fakt, raportimi i asaj kutie të skaduar tek menaxheri apo tek autoritetet përkatëse, nuk është thjesht një ankesë konsumatori. Bëhet fjalë për të mbrojtur fjalë për fjalë jetën e një fëmie apo një të moshuari që mund ta blinte gabimisht. Është shëndet publik në nivelin më bazik. Çdo problem i tillë është një rrezik i padukshëm derisa dikush të marr hapin dhe ta bëjë të dukshëm. Wow, kur e thua ashtu, ngarkesa dhe përgjegjësia duket shumë më ndryshe. Dhe kjo nuk vlen vetëm për ushqimet. Të njëjtën logjik mund ta aplikojnë tek mjedisin. Paramendo të shohësh një kamion që shkarkon mbeturina kimike buz një lumi. E tmerrshme. Dhe fatkeqësisht ndodh random. Ndodh, po, nëse askush nuk flet, ajo ndotje do ta elmoj ujin që vadit tokat dhe nesër do të jetë në tryezën e brezave të sotëm dhe të ardhshëm.
Raportimi i asaj pamjeje mbron komunitetin në një shkallë shumë më të gjerë. Ose gropa në rrugë, apo një semafor i prishur, nuk është thjesht dëmtimi i gomave të makinës sime. Sonte, në errësirë, ai semafor i prishur mund t'i marrë jetën dikujt në aksident. Pikërisht, këto janë parandalime fatkeqësisht të mëdha përmes një akti shumë të vogël qytetar. Dhe kjo është thelbësore, sidomos kur flasim për luftën kundër korrupsionit. Korrupsionit. Si lidhet kjo konkretisht aty? Çdo informacion që raportohet thelbësisht e dobëson korrupsionin, sepse korrupsioni nga vetë natyra e tij ushqehet vetëm nga hershtja dhe errësira. Pra, korrupsioni është si ato mikrobet që nuk jetojnë dot në dritën e diellit. Shpjegim perfekt. Sa po ndizet drita, sa po flitet, rrjeti i tyre i pandryskueshmërisë prishet. Mirë, të gjitha këto që po themi janë shumë logjike dhe frymëzuese. Por unë dua të luaj pak rolin e avokatit të djallit këtu, sepse duhet të flasim për elefantin në dhomë. E marr me mend se ku po del. Burokracia. Fiks, burokracia. Dëgjoj, unë mund të jem qytetari më i mirë në botë. Shoh kamionin që derdh mbeturina, bëj foton, shkruaj emailin, mbush formularet e dërgoj dhe pastaj çfarë? Asgjë. Kalon një muaj dhe përgjigje nuk ka. Po, ky është një realitet goxha dekurajues për shumë njerëz. Është shtëruese. Pse të vazhdoj të raportoj? Pse të harxoj kohën time nëse institucionet janë kaq të ngadalta sa duket sikur ankesa ime shkoi direkt në një vrim të zezë? A nuk të vret ky lloj zhgënjimi çdo besim? Të vret besimin afat shkurtër dhe është plotësisht e natyrshme të ndjesh kështu. Mungesa e besimit për shkak të vonesave është një nga sfidat më të mëdha. Por nëse e lidhim këtë me pamjen e gjerë, mekanika e institucioneve nuk funksionon ashtu. Si funksionon pra nëse emaili im u injorua? Besimi duhet të jetë një proces i dyanshëm. Vërtet, institucionet duhet të bëhen urgjentisht më efikase, por vlera afatgjate e atij raportimit tënd është e pamatshme. Edhe pa marrë një përgjigje të menjëhershme? Edhe pa përgjigje të menjëhershme, sepse një raportim regjistrohet, bëhet pjesë e një statistike, një foto ose një email ka një datë, ka një emër, krijon një dëshmi. Pra po thej që lë një gjurmë letre ose digjitale në këtë rast. Eksaktësisht, lën një gjurmë të pamohueshme. Një raport i vetëm mund të duket sikur humbet në sirtaret e një nëpunësi dembel, por mendos sikur të ketë 100 raporte për të njëjtën grop ose për të njëjtin nëpunës të korruptuar. O, në atë pikë pastaj bëhet e pamundur të fshehesh. Fiks, krijohet një mal statistikor dhe dëshmish që nesër asnjë institucion, asnjë ministër dhe asnjë media nuk mund ta fshehë. Drejtuesit nuk mund të thonë më, nuk kishim dieni për këtë problem. Kjo është e jashtëzakonshme. Sepse u heq atyre atë alibin klasike që e përdorin gjithmonë. Askush nuk ishte ankuar. Pikërisht, raportimi ndërton besim pikërisht sepse u heq atë alibin, krijon një presion të dokumentuar ku mos veprimi i tyre i bën ata direkt përgjegjës para ligjit. Do me thënë, edhe nëse gropa nuk u mbyll sot, raportimi im e bën sistemin më llogaridhënës për nesër. Kjo i jep shumë më tepër kuptim kësaj që po bëjmë. Kjo është vetmja mënyrë për ta detyruar sistemin të reagojë. Nëse të gjithë dorëzohen, burokracia thjesht fiton. Pra, çfarë do të thotë gjitha kjo për ne sot, në aspektin praktik? Sepse, përpara duhet shkoj të mbaj radhë me letra në përduar, të humbisje ditën e punës. Ishte një makthi vërtet logjistik. Po pra, por sot jeni në një epokë krejt tjetër. Sot teknologjia ka ndryshuar lojën plotësisht. Plotësisht, raportimi sot është fjalë për fjalë më i lehtë se kur në historinë njerëzore. Çdo njeri që ka një smartphone në xhep ka në dorë një mjet jashtëzakonisht të fuqishëm llogaridhënie. Nuk ka më nevojë për dosje fizike, mjafton një fotografi. Ashtu është, ekzistojnë aplikacione mobile të dedikuara nga bashkitë, ka adresa e-mailit të institucioneve, platforma online, madje edhe numra pa pagesë apo rrjete sociale ku një video e shkurtër mund të bëhet virale dhe të zgjidhë një problem serioz brenda disa orëve. Kjo e bën disit pafashme meshtjen, kur e mendon. Nëse merr fjalë për fjalë 1 minutë kohë, pse atëherë? Pse njerëzit ngurojnë kaq shumë ende? Pse nuk e bëjnë të gjithë? Sepse problemi vërtet që kemi mbetur për të zgjidhur nuk është teknologjik, është psikologjik dhe kulturor. Çfarë nënkupton me këtë? Ne kemi nevojë urgjente për një ndryshim kulturor. Historikisht, në vende që kanë kaluar trauma apo diktatura, raportimi është njollosur me termin e rënd spionim. Po, është ajo stigma që nëse flet po spionon, po merresh me punët e tjetrit. Eksaktësisht.
Fjala spion përdori për dikër që dëmtonte bashkëqytetarët e tij për interesa personale apo partijake. Ishte një akt kundër komunitetit. Por raportimi qytetar në ditët e sotme është fikse kundërta. Pra nga një veprim individual e dashakeq në një akt për të mbrojtur komunitetin. Ky është thelbi. Fëmijëve sot duhet u mësohet ky dallim i qartë. Duhet ta kuptojnë se të raportosh një rrezik nuk është thjesht spiun, por do të thotë jesh një mbrojtës i së mirës publike. Dhe ky kalim kulturor është madhor. Të kalosh nga ajo mendësia nuk është puna ime, le të thyet çfarë ai që kalon aty, tek qasja ky është qyteti im, ky është vendi im dhe unë kam përgjegjësi ta mbroj. Patriotizmi modern ky është në thelb. Dashuria për vendin nuk do të thotë vetëm ta lavdërosh atë me fjalë, por të kontribosh aktivisht çdo ditë për të mos lejuar të shkatrohet nga indiferenca e përgjithshme. Është një pamje me të vërtet shumë frymëzuese. Do të thonë, ne sot bëm një rrugtim goxha intensiv për të parë se sa thellë shkon ky gjë. Pam që institucionet dëshpërimisht kanë nevojë për informacionin ton, sepse ata nuk mund të jenë kudo. Ashtu është. Kuptuam se si një gjë fare e vogël, si ai qumshti i skaduar apo ajo gropa në rrugë, nuk janë thjesht ankesa, por rreziqe reale për jetën dhe shëndetin publik, që vetëm ne mund t'i ndalim. Dhe gjithashtu u sqarua se si funksionon ai akumulimi i të dhënave, apo jo? Po, patjetër, që pavarësisht vonesave të burokracisë, raportimet tona akumulohen dhe detyrojnë sistemin të jetë transparent, duke u hequr zyrtarëve alibinë e mosdijes. Dhe sigurisht, folëm se si teknologjia e bën sot më të thjeshtë se kur këtë transformim kulturor, nëse arrim të heqim qafe atë fjalën spiun nga koka jon. Për ta përmbyllur do të doja ta linim audiencën me një mendim pak më provokues. Po, dëgjojmë. Nëse pranojmë se akti i raportimit sado i vogël ndërton një shoqëri të drejtë dhe lën një trashëgi të mirë për brezat e ardhshëm, vlen të mendojmë për heshtjen. Kur një individ sheh një padrejtësi, nxjerr telefonin që ka mjetet e pafundme për të raportuar, por zgjedh ta fusë sërish në xhep dhe të hesht. A është ajo heshtje thjesht indiferencë? Apo është diçka më e dëmshme? Pikërisht. Duke ditur pasojat që vijnë kur mbulojmë rreziqet, a nuk kthehet kjo heshtje e përditshme në një dëm të shkaktuar drejt për drejt ndaj atyre fëmijëve që ne si shoqëri përpiqemi me aq mund t'i mbrojmë? Një shoqëri e drejtë nuk është diçka që u dhurohet brezave me magji, ajo ndërtohet me çdo denoncim të vogël që bëjmë sot. Kjo është vërtet diçka që të lë pa fjalë. Nëse nuk ndërtojmë përmes veprimit, heshtja jon thjesht financon shkatrimin. Një përfundim vërtet i fuqishëm për të reflektuar secili prej nesh sot. Faleminderit shumë që ndave këtë analizë me ne. Faleminderit ty, ishte kënaqësi. Kjo ishte e gjitha për këtë analizë të thellë. Mirë dëgjofshim herën